për të parë programin me Mbrëma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky emision mundësohet nga Ujë Qafshtama, Konad Albania. Ajde qifti. Mirë se vini. Që nga këto shkallet me 2 hapa. Mirë se vini, Bardhi dhe Sara. Mirë se të gjejmë ty. Knajsi t'ju kem shpinë time. Shumë vend i bukur, Qiftin. Faleminderit. Më të përfolur dhe një nga qiftet më dashura për publikun. Shumë knajsi t'ju kem. Faleminderit. Jani. Thënë nga ti, Arbana. Në një vilë ka ishtë bukur dhe ka ishtë madhe, atë murën pak për shpinë time. Shko, mund të kemi qenë një vilë ka ishtë bukur dhe ka ishtë madhe për parë Banosma. Okej, pra, në këtim tjetër. Faleminderit shumë që erdhët. Jam shumë e gëzuar që do kemi një pasditë të bukur bashkë, ku do kemi mundësi të gatuajmë, të flasim, të ndajmë gjëra për mëmsin, për të Presoria kam përshtypjen. Presoria, si është kjo periudha e vështirë e vitit të parë? Sado që kemi qenë përgatitur në thonjza, na ka qenë pak kështu si... Ku keni qenë përgatitur? Ju t'ka Ideja. Fjon, falj. Jemi përgatit me idejen që do bëhemi princë, po jo me... Realisht mendoj që Saldania juaj ka qenë një nga surprizat më të mëdha për njerëzit që ju kanë ndjekur. Edhe për juve, apo jo? Edhe për ne, na e lutshim Zotin me në orë, na erdhi, po... Jo ka shpejt. Qa bërë Bardhi që? Nuk e di atë natë s'di që kemi hongër, po... Që ka themi qifëve që po mundohen, kanë vite. Po, se eksistojnë, nështë. Unë vetë nuk e di, ti nuk e di akoma. Ti akoma s'di se qa ka ndodhur. Hajde, s'do flasim. Jemi. Okej, jemi në kuzhinë me Bardhin dhe Sarën për herë të parë, jo për herë të parë, se ka ndodhur herë tjera, po shumë rrallë në jetën time, unë do rri për qefin tim në kuzhinë dhe do shoh se si do na gatuaj Sara Gjordeni tiramisu. Si nuk beta unë një herë për qef në kosh. Ti si unë. Zemër ke koje, ka vjetë që je Sara? 28. Të vish në moshën time, do rish, do gatu një tjesër të parë. Pra, se hama e madhe në moshën time, Arbana. Unë rri mirë jam kështu të nejtë, di me kësyrë. Unë nuk e dija që ti kishe pasion gatimin. Po. Realisht, ma konfirmoj Bardhi, edhe pse diçka kam nohatur, kur para sa kohësh bëre një recet që kisha nxjerrur që te u inspirova, por nuk e dija. E jo vetëm nga receta. Edhe nga libri. Edhe nga libri. Sa kohë kishe gatuan? Shumë. Që e vogël, mami ime ka pasur pasion gatimin gjithmonë. Ne jemi familje madhe tek shtëpia e gjyshit. Edhe sa herë shkoja atje, mami gatuante për të gjithë ne. Po flasim gatime të tipit baklava në soba me dru, apo qingj që piqe jashtë, kështu që flasim nga këto gatime që kërkojnë pak impenjim. Dhe nuk e di, besoj se nga mami kam dëshirën, po e kam pasion për të gatuar për shumë njerëz, jo vetëm për një person, pavarësisht se tani ne jetojmë vetëm të dy, po gjej më shumë kënaqësi kur shtroj tavolinat të mëdha. Por ty është rëndësishme që ditë gatuaj Sara apo s'ka rëndësi? Po, shumë. Unë e kam shumë inat edhe shumë bezdime për rësit jashtë. Okej. Domethënë sa do të mira që t'jenë në restorantet jashtë, o sa herë hoshim prej Sarës të me, shikojmë. S'ka. Më qorton se thot duhet të gatuash pak më shpesh, se sigurisht kemi edhe ato impenjimet tona, ose neja nuk më loj që unë të gatuaj non-stop ose të 3 vakte, se Bardhi tani është dhe një dietë që duhet konsumoj dhe mëngjes goxha të bollshëm, dhe mua më duhet të gatuaj 3 vaktet, po shumë e vështirë. Pra Bardhi është një dietë që duhet shëndoshet. Yes. Çfarë pakti keni bërë me zotin, ju njerëz? Vazhdo. Vazhdo dhe na shtregu pak tani tiramisu.
është për të mua. Tiramisun e di që ti e ke një recetë të tillë, edhe e di kjo është vështirësia më e madhe që po ja bëj dikujt këtë recetë që është një ekstra për vete, më kupton? Po ti e ke recetë tënden, e ke twist pak, e ke ndryshuar recetën origjinale? Në fakt, unë nuk është se kam ndryshuar recetën origjinale, e ke parasysh, unë nuk e dija fare se bëj tiramisuja. Okej. Tesh jam futur në YouTube dhe kam marrë recetën e parë nga aty, po tregojmë shumë e sinqert. E vetmja gjë që bëjnë ndryshe, që ju do e shihni tani, është që vendos këto të verdha të vezës në banjomari dhe aty ja hedh sheqerin dhe vaniljen, që është një step që nuk e bëjnë shumë, por Për ta mpiksur pak më shumë, në fakt për të ndjekur çdo lloj bakteria, po çfarë mund të ekzistojë brenda tek e verdha e vezës, duke qenë se është pjesa e vezës që mban. ke koti akoma se ke bebin. Kur të bësh me 2-3 kalamaj, ky stepi do të Kam kohë. Po shumë mirë që e bën këtë stepin e ndjekjes bakterie. Patjetër, shiko, përpiqem përballë. Shumë mirë. Okej. Nuk ma kishte marrë mendja në fakt që do gatuante Sara, duke patur parasysh karakterin e saj, natyrën e saj. Shiko, Sara, unë nuk do jem shumë e sinqertë me ty, unë nuk të njihja më përpara. Okej. Ija Bardhin nga muzika edhe nga këngët, edhe madje po ja thuaj që kënga Betomi ka qenë një nga këngët e mia më të preferuara. Vazhdo, e qet. Ti vazhdo e qet, shkes. Nuk po më pyet vetë. Jepi. Bjeri mrapsht. Hajde një. Varga këtu. Këtu dua të kuqet e vezës. Po të barë të hedhim? I hedhim në një tas tjetër. Kjo tasi është gjaj mat, po do na duhet se do i bëjmë si. Po. Pra ti do të bardhe këtu, hajtë të një moja. Kisha bo dhe unë, po... Që do gatunte, o Bardhi. Lafe mori kashe. Sara, për te shakave, kam një pyetje, që unë, ashtu si që besoj shumë shqiptari, kemi bërë vetes. A keni parasysh atë memen, që është ajo gruaja për para shumë ekuacioneve, që i të bëj llogarit, e di se ku do dala, e kuptove? Kur ka dalë lajmi për Starxanin tuaj, ne kemi qenë, sa ditë se shkut në Big Brother, po kur ka koncert, tashi, ma tregoni pak se si ka ndodhur, kur ka ndodhur dhe çfarë ka ndodhur. Kush do të flasë? Ti bëjmë llogarit? Hajde, dini lasë të Bardhi. Bema fleturën. Ka qenë realisht për te shakave periudhë shumë, si ta thuash, qesharake, nuk e di nëse është kjo fjala e dur, kur ne shiknim literalisht emisione, ku ishin ullur për shembull 6 të rritur që bisedonin mbi ditët e shtatëzanisë sime. Nuk kanë pas faj. Se kështu, se ashtu, po ajo ishte brenda, po doli jashtë, thënë, për ne ka qenë një absurditet dhe da vinte të dhime me një libër biologjie, kështu, shikoni, ndodhë kështu, nuk do të... Tani, hajde bëjmë një qikë Ka qenë goxha... Kur u futët në Big Brother? Unë jam futur në datën 13 janar. 13 janar. Natën e parë. Natën e parë. Ti ndonjë brenda sa ditë? Deri në 5 mars. Deri në 5 mars. Dhe pastaj, zbulove që ishe Starxan? Më? 30 mars apo 1 prill? 30 mars. Se di sa. 30 mars ti zbulove që ishe Starxan. Ka qenë java goxha e ngarkuar për dhe. Kur dole me 5 mars dole nga Bigu? Në 5. Që do me thënë, ju keni bërë dashuri brenda në Big Brother? Jo. Jo, kur dolem. Qëtu është halli, qëtu ka qenë halli kryesor. Po, do me thënë ti ke kuptuar shumë shpejt. E vërtet. Pavarësisht shakave? Jo, realisht ne e kemi kuptuar shumë shpejt edhe e kemi vërtetuar shumë shpejt. Dhe edhe gjinin e kemi marrë vesh shumë shpejt, se kemi bërë testin një, e kemi bërë që në javën e 9. Në fakt, unë nuk e dija, për gjinin isha njësoj, si për djali, si për vajzë, nuk është se kisha një... Unë isha te vajza ma shumë. Oh, ati ti... Një baba që donë të një vajzë, më në fund. Do me thonë, fëmin e parë, ku pas qef gjithmonë me pas vajzë. Pastaj tjertë, edhe shumë, pëse jo? Ta bëj pak zhurmë. Edhe shife polive këte ishë mos i pëngojnë ndërkohë. Do me thëmë, mbetes Starxan, në shpinë e Big Brother më thënë nuk ka ndodhur. Jo, nuk ka ndodhur asgjë. Jo. Realisht, pa shakon, ka ndodhur jashtë, po thjesht ka orë shumë shpejt. Nështë Shikoni, do një të flasë me terma mjekësor?
me terma mjekësor, sepse tani dihet që ka ecur teknologjia edhe mjekësia dhe çdo gjë tjetër dhe gjendet edhe ajo dritarja kur ti ke ngjizur bebin dhe ka qenë midis datave 17 deri në 20 mars. Kështu që për njerëzit mund të jetë goxha konfuzuese sepse sigurisht ndoshta nuk u dalin llogarit, po në fund ditës unë nuk kam dalë për t'i treguar se kur kam ngelur shtatzën, po ata që dinë se si llogariten javët e shtatzën, se dinë edhe. Ose ti do përgjithsisht gocat e mbajnë gocat edhe tunat, pra çiftet e mbajnë le të themi për vete në muajt e parë. Po. Ti doje që të dinte ky lajm apo jo? Jo, por isha e detyruar ta nxjerrja. Pse? Unë ndjem të detyruar sepse komentet negative morën një jo normale ndoshta, shumica mbi mua, dhe ne mbasi morëm vesh lajmin e shtatzanisë, menduat që do të do të jashtëzakonisht shumë keq. Edhe tham, nuk mendoj se është e shëndetshme për ty sepse nuk i shpëtoi dot. Hapja televizorin unë isha aty. Hapja telefonin isha aty. Në Instagram, TikTok, gjithandej. Dhe sa nuk më duket e shëndetshme, thash ti të përballosh gjithë këto lloj gjërash, shtatzën. Në po të njëjtën javë unë humba babain tim, çka ishte një tjetër katastrofë mediatike, mënyra se si u trajtuar gjithë gjëja dhe menduam që duhet të dinim me lajmin në mënyrë që të ndalonim disi atë valën e komenteve negative, lajmeve që nuk kanë pasur dritë fare në mua dhe me njeriun që jam dhe kam qenë, por do të që vazhduan më keq. Dhe ndoshta kjo ka qenë fatkeqësia më e madhe. Sa po kanë marrë vesh unë në shtatzën, kanë vazhduar më keq. Por, shqyqysh Zotit që ka kaluar si periudhë, do doja ta mbaja mend periudhën e shtatzënisë time shumë më të harreshme. Jo se nuk ka qenë, por mund të kishte qenë më shumë nëse do të kishin lënë të qetë. Se mund të bëj këtu tani kështu si e forcë, me në fregiste, po impakti të Big Brother nuk i shkuton. Po, është e kohë. Shiko, unë kam për Big Brother shumë vite dhe di se çfarë sjell programi. Por ty në aspekt personal, çfarë të solli Big Brother? Familjen. Diçka që unë vazhdoj e them, e kam thënë një intervistë, pa dhe goxha reagime. Mendoj që nga Big Brother jon, mirë, pavarësisht kësaj. Pavarësisht kësaj, se familjen ti do ta kishe krijuar. Do ta kishe krijuar pavarësisht. Pavarësisht familjen përgjithsisht njerëzit e krijojnë majnë pjesë ose s'majnë pjesë Big Brother. Përgjithsisht ata që hynë Big Brother nuk se hynë për të krijuar familje. Për na dytë besoj edhe Sora, u kon shumë kundër me kriju lidhje mbrana edhe unë. Bile jashtë deri vonë familjas më ka besu. Se i kom thonë që atje mbrana unë nuk bëj kësi gjona, po ja që ndodhe tamam. Po realisht, në bas Big Brother është për çdo personazh publik, mendoj që është një muj, 2 muj, 3 muj që morën atë clickbaitin e jashtëzakonshëm. Që çka do që flitet për ata, është vetëm clickbait. Edhe kur flitet negativisht është edhe më i madh. Edhe filluan lajmet pa fund për që ta dhe nëzorëm shtatzanin që... Me pak fjallë me i prek në moral njerëzit që, shiko, është shtatzanin, mos e nga të smonë. Por aty nisi edhe më keq. Po mirë. Sepse të që ju kishim bo diçka njerëzit. Më lejoni të pyes si një njeri që realisht nuk i di gjërat se si janë nga brenda. Pra se po kishte qenë një edicion që ndoshta do kisha qenë prezente, nuk do të kisha bërë këtë pyetje, po si e jashtme. Çfarë ndodhi? Besoj se mua më takon më shumë të flas tek pjesa çfarë ndodhi. Mendoj që sinqeriteti im i tepërt. Unë u futa në Big me një mindset shumë të hapur, të thjesht. Do të tregoj çdo gjë ashtu siç është. Unë nuk kam pasur frikë nga vetja ime kurrë dhe nuk kam akoma, sepse momentin që njeriu nuk bën asgjë të keq, përveç se jeton jetën e tij pa cënuar askënd tjetër, nuk mendoj se duhet të ketë frikë ose turp nga diçka. Po. Kështu që tregova çdo gjë që më pyetej. Ndoshta ky ka qenë defekti im i vetëm. Ndoshta duhet kisha lënë disa pyetje pa përgjigje. Por me këtë mbi vetbesimin në vete, jepja përgjigje për gjithçka. Dhe vetëm për këtë u sulmova. Çfarë do kishte bërë ndryshe sot? Do isha si pak më fake. Veçaka, jo, veçaka. Ndoshta do të kisha pasur një mburoj pak më të lartë. Nuk do kisha treguar disa gjëra që ndoshta unë kam menduar se po jap një mesazh me ato apo po tregoj një vështirësi që shiko se njerëzit janë shumë çuditshëm. I kalojnë po të njëjtat gjëra jashtë pa kamera,
Po, kur e bën dikush përpara kamerave, ua, qa tha kjo? Ua, çfarë bëri kjo? Po prit. Po, patjetër. Parë. A gjë që ju nuk bëni jashtë Është qortimi që i bëjmë fëmijëve, nëse ti në shtëpinë tënde mërzitesh nga bebi jot dhe i thua, a ka mundësi të flesh se po vdes? Dhe kjo nuk xhirohet, shikohet nga dikush që është në shtëpi me ty dhe është krejt normale. Meqenëse ti e xhiron këtë sekuencë dhe e hedh në rrjetet sociale, ti je nëna më e keqe në botë. Dhe ti nuk ke të drejtë që të tregosh lodhjen tënde, raskapitjen që ke nga fëmia dhe nga çdo gjë tjetër, sepse kjo të bën një nënë shumë të keqe. Kështu që patjetër që media dhe rrjetet sociale sot amplifikojnë çdo gjë. Megjithatë, unë përpara se të merrja këtu, fillova të bëj një kërkim për ju të dy dhe për atë që kishte ndodhur në këtë 2 vjeçarin e fundit. Dhe nga kërkimet, në gjithë titujt e portaleve që më duhet të them më shumë ishte Sara se ti. Po, e vërtet. Fatkeqësisht. Në lidhje. Fatkeqësisht. Shiko, më thuan. Unë besoj që çdo gjë ka mirën dhe të keqen e vet. Dhe në këtë rast, mendoj që gjithashtu fakti që ke qenë shumë virale dhe shumë ekspozuar mund të të kenë ndihmuar për gjëra të tjera. Po, më kanë ndihmuar financiarisht, mua personalisht. Eksakt. Eksakt. Bardhi, artistët kanë ndonjëherë me njëri tjetrin, le të themi, armiqësira dhe përdorin fansat për t'i sulmuar? Edhe në muzikë njësoj. Kunja në për kongë, dhe pastaj fansat e kuptojnë. Edhe e marrin si sinjal që... E kuptojnë edhe shkojnë atjetre. Le të shkojmë atje. Kjo bëhet... Po, shiko, unë po shoh shumë video në për TikTok, njerëz që po shohen, që po sulmohen pastaj. Më thonë, kemi shumë shembuj, mos me i bo këtë gjona. Mos me i bo, në gjithë botën për ndodhen, edhe nuk është mirë, pse ki nevojë ti me shadi kam për i shtëpisë tone, kuaj personi ty realisht ka bu kur gjë. Po bëhesh viral më shpejt? Po. Po sa zgjat ajo? Po dhe ato komente tash që ki njësi motë, se sa like, a i merë një koment, edhe se cili për që ato e bënë, nëse s'ka like, komenti nuk shon kush. Sa është e buat koment, veç me ronë sy, kjo 1000 like, dhe unë jam unë jam cool, unë jam bla. Du të më rritë edhe pak me këptu që jeta është për te i komentit, jeta është shka qëntit e familja që shetan. Shiko, e di si është e gjithë kjo gjëja? Unë vazhdo të jem një vajzë që jetoj në Shqipëri. Përplasem me këdo, qoftë që nga dyqani i bukës, që nga marketi dhe kudo tjetër. Në Shqipëri është frikë të thuash çfarë mendon tamam, çfarë ka ndodhur tamam, sepse e gjithmonë më i famshmi se ty fiton. Ai që ka më shumë impakt se ty fiton. Ai është më i mirë, ai është më i zgjuar, ai është më i fortë, gjithmonë. Nuk je ti. Sepse ti nuk je aq i famshëm sa ai. Përndryshe edhe ti do isha aq i famshëm sa ai. Po ti nuk je sepse nuk je më i mirë sa ai. Kështu që çfarëdo që ti thua, zhvlerësohet, sepse ushtria e X personi është më e madhe se ajo atje. Thonë që 50 shkollarë me një fakt i rrëzon. Një idiot me 50 fakte nuk e rrëzon dot. Për shembull, shkuam për herë të dytë në Maqedoni bashkë dhe me njëherë sapo kaluam kufiri nga Kosova, ndaluam në një market të vogël për të blerë ujë. Momentin që kemi zbritur, hyra në market, dhe ishte një zotëri atje tek arka, fliste një shqipe shumë të thyer, me siguri nuk kanë qenë shqiptarë i Maqedonisë, se dallohen nga teksi. Edhe më thamë, ti ajo, ti dështoj djalin, karriera, ti shumë e keqe, ti financi këti, ti dështoj karriera. Pse ka si perceptiv? Dhe nga aty e kuptova që sa ishte ndikuar një shqipës i një marketi, një karburant po ndoshta në Maqedoni. Edhe juve nuk i keni sqaruar gjërat, sepse juve keni lënë këtë narrativin e krijuar nga portalet dhe nga fansat dhe keni lënë dhe ti thua nuk merrem. Po ju më jo duhet merresh. Arbana, po shiko, është shumë qesharake. Disa gjëra janë no-brainer, nuk ka nevojë për një përgjigje. Domethënë, si mund të martohem me dikë me qëllimin për ta shkatruar. Ti po më thua mua që unë jam një vajzë që dua një djalë pa lek në xhep dhe të dështuar. Kjo është no-brainer, nuk ka nevojë për logjikë. Ideja është, pra, narrativa është që ti u lidhe me këtë djalin në Big Brother, dole nga Big Brother, e ndave këtë djalin nga menaxhmenti i suksesshëm ky ishte. Okej, pyetja është pse? Për çfarë po e ndaj unë këtë nga një industri që jep miliarda ndoshta dhe miliona? Pse duhet ta ndaj nga kaq shumë lekë? Realisht ka pas bëj Sara kur gjë hiç. Absolutisht kur gjë hiç, sepse unë kam dalë me 9 mars për Big Brother. Me 10 mars më do, me menaxhmentin. Unë as se kam pa këto.
Kjo ka qenë Shqipni, unë se këm pas as telefonin tem. As makinë, as Telefoni jem ka qenë pasaport. Shqipni, as pasaportën. Po pse lidhen me Sarën atëherë, apo? E lidhen sepse kjo jep kjo opinionin Big Brother për shumë se dhe thanë, okej, kjo ka mujt me mësu këta qysh kur mujti me mësu, se unë e mas konflejtat natë, jom shumë në gjesë dhe kom shkru një SMS. Edhe Ajo ti ka kur ti qenë mos ishe historia lidhur me Sarën, do kishe vazhduar me atë menaxhment apo jo? Jo, Jo. ja, Pavarësisht. pavarësi. Unë do me thonë kam mjaftu që a kom pa atë natë. Qka kom pa atë natë, edhe më në gjestë ku marrë vendim. Nuk kena pas kohë me diskutu. Madje biseda jo në parë ka qenë goxha e çuditshme. Ndoshta nga që nuk ishim shkruar ndonjëherë me njëri tjetrin, ma më duke si po ishte duke më folur ftohtë. Edhe fjalia ime e dytë ka qenë nëse ka qenë Lori, të lutem ma thuaj. Me sa duket s'pas ka qenë. Jo, unë kam qenë goxha e friksuar sepse mendoja që nuk kishte nevojë Bardi për të futur në big. Dhe thoja ky ose e ka bërë është futur për kokër të shefit, për krijuar një histori, për dalë prapë dhe për të vazhduar karrierën e tij. Po ashtu Dhe ishte... ishte goxha e friksuar. E kam thonë diku tjetër, Ta ishte fusim si në kategori sugjerim I menaxhmentit. i menaxhmentit në atë kohë për të pas më shumë sukses edhe Të shërbeu? jo, për famë jo, për familje po. Kur Lidhjen me Sarën e mbështetën të gjithë lidhjen me Sarën kur doleti nga bigu? Po, Gjithë. Familja, gjithë. familja ishte e para. Bile nona e morrin telefon para se me morron. Ata kishin shumë qef, realisht. Te shtëpia kishin shumë qef. E se Shokët. pavarësisht edhe shokët, nuk është që më ka marrë nej komentum prej dikuj që, qa bone, pse e bone, no. Ekipit edhe aty nuk ju ka pëlqy lidhja jeme, Ja. nga që qëre publikisht, kër e shesi imazh artistik, kër e shesi sjelljen tonë mrena me njëni tjetrin, na aty na gri. Na pos momenti që jena gri, edhe për një artist është mirë mos më duk ashtu. Po, unë jem bardhe të shtëpia. Po ndoshta ky ka çuar më Unë jam- afër publikut, ë? Naturaliteti dhe Mu fakti më ka që... që më afër me këtë. Unë realisht as i kam mendu kamerat. Po dhe afër publikut, sepse unë shikoj që juve keni goxha një fanbase tuaj që ju duan. Po, janë goxha njerëz dhe duket që e kanë goxha të sinqertë. Na jena konë shumë real aty, kur jena zonë si me konë jashtë. Për çfarë zjeni më shumë tash jashtë? Nuk është se jemi të irrituar pak nga pagjullësia, ndoshta nga neja. Po. Megjithatë, e di çfarë mendoj për këtë pjesën, se edhe unë kur qëndroj këtu dhe ju dëgjoj juve të dy, po jo vetëm juve të dy, mund të ishte kushdo në vendin tuaj, çfarë menduan prindrit për Sarën, ose kur më duhet ta dëgjoj këtë si pyetje për veten edhe lëndohem, sepse pse? Aty brenda unë thjesht u bëra u dogja si personazh vetëm hajde i fusim këtë personazhin Gjoja si ishte dashuri vet, hajde i fusim këtë personazhin si ishte dashuri vet, dhe unë u dogja si një banore vetëm me jetën personale. Ndërkohë unë të paktën mendoj që isha një personazh goxha multidimensional, nuk mund të mos më kishin konsumuar vetëm në ajo në atë drejtim, se realisht shumë ndaloj dot. Unë nuk e dija se çfarë bëja jashtë. Për shembull, pati një personazh i cili kur u fut tha unë e njoh Sarën. Në fakt në atë kisha takuar vetëm 10 minuta në premierën e një filmi që ai po qironte. Dhe titujt përpara se ai të futej brenda ishte edhe një ish i dashur tjetër i Sarës brenda, ndërkohë unë kisha takuar vetëm 10 minuta djalin e huaj. Ndërkohë që jashtë kujtonin se ai ishte ish i dashurim, unë aty brenda mund t'jepja edhe dorën. Ua, po ç'a bë si je? Tituj poshtë te videot e Instagramit, ta ndërmendave. Kështu që unë nuk mund të kundërshtoja E një formatin, e di... Nuk mund të kundërshtoja do diçka që unë nuk e di që kishte ndodhur. Po doste jashtë. Dhe kur dola jashtë, o, zoti ma, kur pas kam pasur kohë për kaq shumë lidhje. Dhe mendoj që kjo ka qenë e gjithë gjëja pse vazhdon bëhet kjo pyetja, a ishin dakord familja, shiko, familja mund të kenë qenë aq të zgjuar se e kanë kuptuar se çfarë po bëj. Po. Kanë kuptuar. Jo, po nuk ka lidhje me këtë. Unë kishe qenë cila do vajzë dhe ashtu siç do të pyes edhe ty që po familja jote, a i pëlqeu këtë djalë? Jo vetëm në këtë intervistë, Arbana, kudo. Po çfarë mendon? Çfarë do të mendojnë? Ndoshta për këtë djalin çfarë tha mami? Mami vazhdon të thotë është më mirë se ti. Është më mirë se ti? Vërtet? Mami ime ka pasur pikë dogo që të ketë djemë, jetën saj, edhe ka përshtypjen se ndoshta Bardi është si modeli idealisht do të kishte. Mendoj. Shumë bukur. U sikletos Bardi këtë tani. Po,
Po mua Me komplimentet jam keq. Më ndodh me mamin e Bardit, se mami Bardit gjithmonë ka dashur një vajzë shumë çapkëne, të hedhur. Dhe kur Afrodita është shumë zënjush, elegante, qetë, shumë e matur në çdo veprim. Dhe kur jam bashkë me thirrën time, thotë, ta kisha dhe një vajzë tjetër, kështu si ti, por shqyr të pak në kam nusën e djalit, se ka që vajzë që janë të areshme. Ti ke krijuar me njëherë një raport të mirë me të, apo jo, pra keni qenë afër me njëherë? Që sa e kam takuar. Që sa e ke takuar? Po besoj është meritë e saj, se shumë e ngrohët me qasje. A do kishe jetuar me të, Sara? Po, ajo është shumë, vetëm shesit na ndihmoj kur vjen, për shumë do që të gatuaj, ose ka qef në bajnean. Edhe një mision e ka ajo me mësu Sarën si me bo fli. Uf, unë kam pak i nata në të nëzitin e zjarrit, se do i kisha mësu. Ja, bësh gjërat presta, tiramisu. Salatra. Ja provojmë një çik të kremin, ose jam shumë kurioze ta provoj një çik. Ama, shiko, është hera e parë që unë e bëj me këtë sheqerin, edhe me sa pash u bë goxha... Me sheqer kath? Po. U bë goxha çfarë? E ëmbël? Sheqer kanë është, apo jo? Sheqer Këtë se kam përdorur asnjëherë. Po, nuk e di a është bërë i ëmbël apo jo, por shoh që tekstura është pak ndryshe. Hajde. Njerë se nuk duroj të. Është çik mirë apo? I mirë është. Interesant. Tashim. Ama nuk shumë ka është i ëmbël sa sheqeri i Bardit. Po mua më pëlqen se si dua mërsja shumë të ëmbla. Nice, okay. Po më thuaj tani se cili është plani për të më marrë mua gjithë klientelën me tiramisu. Okay. Jepi. Tani ti, mjeshtre e tiramisus. Më ja, nuk të lëj njëri. Sta e mirë, hap derën e shtëpisë që unë të vi dhe të them për biznesin tim. Ore, në që zemër përnduaj pas në qarë. Ne kemi menduar që të bëjmë një shërbim delivery, sa i përket vetëm tiramisus të fillim. Sigurisht, me kohë nuk kam ndërmend që të vendoset e pjata tjera cilat i kam goxha specialiteti që është torta me karrotë për shembull. Okej. Por, si fillim do ta nisim vetëm me tiramisun. Shoh që kanë një impakt shumë të madh në Instagram, momenti që unë nxjerr tiramisun në story apo në feed, gjithë njerëzit shpërthejnë aman recetën, kështu që menduam që pse jo të bëjmë diçka për këtë. Tiramisu tradicionale me kafe apo do ta bësh në forma të ndryshme? Në forma të ndryshme, mund ta bëjmë edhe me krem limoni, edhe me lule shtrydhe, po karakteristika kryesore do jetë që do ketë opsione edhe për ata të cilët janë alergjik nga gluteni, si unë vetë, sensitiv nga gluteni. Ti je sensitiv, a? E tmerrshme, domethënë kam alergji të tmerrshme, prandaj nuk do ta hap dot sot tiramisun. Vetëm në Bardit, vetëm në Bardit. Besoj e mbarojmë. Do jetë me savoiardi pa gluten, të cilat edhe ato do t'i bëj vetë, sepse janë goxha të rralla për t'u gjendur ose janë shumë të shtrenjta. Është e vërtet. Edhe të shtrenjta. Ne të banat na kërkojnë pa gluten dhe natyrisht që ne nuk kemi akoma gati për ta bërë të gjë. Po, vendosim një vajzë se... Duhet ta mendojmë. Ja, nuk do ja marrë dhe unë kësaj klientat e glutenit. Nga i merë. Kjo e ka punën e ngritër, e kuptoj, akoma të Po. Kur mendon, Sara? Besoj se deri në fund të tetorit çdo gjë do të jetë gati. Super, shumë mirë. Të uroj më të mirat dhe shpresoj shumë që të eci dhe të kesh sukses. Faleminderit. Se gatimi është një pasion shumë i madh, po kur pastaj shikon që gatimet e tua nuk t'i pëlqejnë vetëm familja, po t'i pëlqejnë edhe të tjerët, është një kënaqësi shumë. Unë marr zakonisht kur kam videoklipe. I merr me vete. Po. I thëmë Sorës, kam videoklip nesër ora 2, edhe kjo të natën e ka bu gati për 20 persona tiramisu. Jota kishim thënë dhe për këta, na kishim Po, e kishim bo për gjithë sot. Edhe zakonisht e qojna video prej gjërime, postaj. E qojmë video që... Qa po ndodh atje, për realisht mbesin ato pjatat e zbrasta dhe të bërtit. Bëna prapë. Po gatimi është një dashuri shumë e madhe dhe një terapi, se dia e keti terapi gati. Po, vetëm nuk dua Bardin që më konsumon gjysmat e gjërave që i kam bërë gjatë, domethënë është aty pickon edhe mi merr. Nëse Bardi nuk ma bën këtë, po. Mirë, atëherë unë do ju ftoj të ulemi të ham tiramisun e Sarës dhe të vazhdojmë bisedën tonë për të tjera tema. E jeni. Gëzuar njerë, mirë se erdhët. Mirë se të gjithë. Gëzuar Sara. Gëzuar Bardi. Nuk të arrit do të ndodhë. A je gati Bardi, të ham një super tiramisu. Unë me zi po pres, më vjen keq për këtë që ka gatu se s'ka me hunger. Po pra. A diti kjo alergjia nga gluteni? Po ti pse nuk na the, ti merrnin produktet pa gluten, që të bënim një tiramisu pa gluten. Me thënë, unë dhe di se sa e mirë mund dali, se këtë e provuar kur,
Pa gluten, përgjithsisht gjërat janë çik pa shije. Unë do më thënë mirë që vuaj se nuk... Do hash fare, do provosh fare? Mirë që nuk... Ne do ham para teje. Nuk konsumoj do të gjërat më të mira të jetës, si puna byrekut, për shembull, ose baklavas. Si jeton? Ti tentova një herë dashur të bëja një byrek pa gluten, ishte një të mirë. S'doli gjë, a? Jo. Hajde, për të mira. Hajde, ju bëf të mirë, o zot. Unë nuk po ju shoh. Nuk është ndaj gjop? Jo, shumë e mirë. Shumë e mirë. Shumë ju bëf të mirë. Faleminderit shumë, kjo është tiramisuja më e mirë që ke bune herë. Nuk është e vërtet, Bardë. Jo, Bardë nuk është e vërtet, jo. Dëgjoj, a beton edhe ti Sara që kur gjërat bëhen me dashuri, dalin më të mira? Patjetër, shikoni janë. Bardhi, ti po merresh me një mal me këngë. Po. Dhe me shumë muzikë. Duhet më bë patjetër shumë këngë me qenë. Sot në treg si ka ndryshuar industria muzikore. Sa kohë ka që merresh ti me muzikë? Fillimisht. Që merrem profesionalisht të bëhen 7 vjet. Okej. Po unë gjithmonë jam qenë i apasionuar ndaj punës më shumë se ndaj koncerteve ose ndaj klikime ose lekëve për muzikës. Unë pëlqen puna. Procesi cilin ti arrin me kënaq veten, me gjetë një refren të mirë, një strofë mirë, një tekst të mirë, që ajo është procedura më e kënaqshme për një artist. Për mu, për artista tjerë, së di, po besoj që edhe për ta është. Puna e studios, thua? Puna e studios, po. Është sakrifica që ti arrin me realizu një këngë. Ti shkon procesi jot, ti shkruan këngët fillimisht? Jo, dëgjoj instrumentalet. Dëgjon instrumentalet? Do të thonë, inspirohem që shkam me punu sot. Edhe në bazë të ndjesisë që ma jep a instrumental, unë shkruaj mbi të. Okej. Pastaj, që na vjen rrugës. Ndodhë që s'na pëlqen gjystë këngës e fshim, nisëm diçka të re. Po problemi tjetër është që ka huk ndjesia e artit. Se tash jena të bëjë content TikTok-u. Gjithë, pa ndo kërkon. Përveç Flor Majesit që e la, u step, edhe s'është të bëjë muzikë, se e pa që ku përshkon muzikë. Të gjithë të tjerët? Gjithë jena të bëjë content TikTok-u. Edhe Alban Sëndirën më nda? Albanin nuk e kisha përfshi këtu, se Albani ka stilin e vetë, do më thonë, po mendoj për këtë industrinë tonë që i ma komerciale, Albani së konë kur komerciale asë njerë, e vlerësoj shumë këtë pjesë taj, po tjerët jemi... Kush më pak, kush më shumë, po. Kush më pak, kush më shumë, po gjithë jemi të mundu me shku aty, apo dhe sa do që e bëjmë një kongë. Po tek TikTok-u duhet shkuar sepse audienca është aty, apo sepse parat janë aty? Jo, s'jem parat TikTok. Në TikTok është audienca komplet. Që pastaj ndoshta për që pastaj shkon YouTube. Shkon YouTube. Se po u bo viral aty, njerëz kanë me fillu me kënu koncerte, pastaj shkon YouTube edhe... Dhe aty janë parat? Ku janë parat për një artist? Në YouTube? Në YouTube edhe në Spotify. Në YouTube dhe në Spotify janë të ardhurat më të mëdha që merr një artist? Ma të mëdhajet, realisht po. Okej. Sa merr një artist për një këngë që është klikuar 100 milion herë? Për afërsisht... Ku është hap kanali, ekziston kë rregulli ku është hapur kanali, më duket, no? është si për fillim, po pastaj vazhdojnë që ma shumë prej cilës shtete po ndëgjohet konga. Po për afërsisht, për 100 milion në YouTube, merë diku 200.000 euro. 200.000 euro? 100.000 dhe 200.000 euro. Wow. Dhe këto nuk i merë vetëm artisti? Në Spotify është 4 fishi. Në Spotify është 4 fishi? Këto nuk i merë vetëm artisti, apo? Jo, realisht këto ndohen në shumë dikë, se cili që ka bu punën e vetë. Në këtë rast, menaxhmenti, shtëpia diskografike, distribuimi... Gjithë e kanë përqindjen e vetë, po. Gjithë e kanë përqindjen e vetë. Sa merr artisti? Varë çfarë... Po, që ka firmos. Për momentin unë marrë mbi 80%. Sepse ti jetë vetëm tashmë? Po. Po artistat që janë në menaxhim, mund të marrë 20-30. Artisti merr 20-30 nga gjithë kjo tort? Këtë fet vogël. Po ka shumë degë që kur firmos, ka që janë producentit, ka që janë menaxherit, ka që janë distributorit. A të ka bërë ty muzika të pasur? Po. Po? Po, muzika më ka bërë të pasur. E vlerësoj shumë çdo kënd që më ka shty me bu muzikë, se do me thonë ka pas shumë sukses ndër vite. Sa paguhet një artisti mirë sot në një klub? 10-20.000. 20.000? Po. Pra ka artist që kushtojnë 20.000 euro që të shkosh të shohësh. Që këndon me playback. Dikush playback, dikush live, më bara çfarë natë është, po realisht
Po është 5 mishës, pak artista ka. Ty do t'i kishe thënë, vajzës tënde, akoma të vogël, të bëhet këngëtare, artiste? Ja. Pse? Nuk dua. Pse? Një është shumë mirë këtë industri, e kam përmend, bile edhe diku tjetër, e kam përmend edhe në Kongë, që qika jem kur të rritesh s'kisha dashur të më bëj këngëtare. Pse? Nashta bëhet, unë së ndaloj. Po nuk e preferoj rrugën cilën e kam kalu vetë. Kam pas shumë edhe kam pas shumë gjona si i ri që së desh nështë da mi pa direkt. Unë Çfarë? jem shku krejt. Çfarë të ka shokuar? Jeta notës, lodë narkotike, edhe s'po përmend edhe shumë tjerë për çka nuk ka. Më dhënë çka nuk ka. Nuk është e hishme as me i tregu, po ekzistojnë edhe. Është e vështirë për një vajzë. Për një vajzë është tepër e vështirë. Ti je Për qenë në qef. këtë ambjente ta kanë ofruar, besoj. Po, Si e ke ndalë vetë? A e ke ndalë vetën e parë se mos... e kam dalë vetën. Se kam provu korë, s'du t'i provoj korë, jam shumë i vendosën qysh fëmi, edhe e kum pa që shumica artistave inspirohen shumë. Edhe unë s'du më inspiru, unë du me shkruesin. Du me pi ujë me gaz edhe me shkru një tekst apo dit. S'ke nevojë? Thonë, dikush që përdur lonë narkotike nuk mundet me shkru pa to. Për kryust, kjo është... Do me thonë, ajo është arsye që më ka ndalë. Nëse s'kisha bu muzikë, ndështë edhe i kisha provu nejherë. Ndështë edhe isha më ashtru, s'kish pas çka me ndalë. Kam përshtypjen që besimi... Jo, si tep që jam edhe besimi më ka ndalë shumë. A të bëj një pyetje shqiptarësh, ose më saktë taksiste shqiptar. Sa i pasur je sot nga muzika? Sot më jaftu shumë mirë. Nuk isha aq shumë. Viti kaluar ka qenë goxha sfidues për ty. Ka apo qenë jo? shumë sfidues, po këtë vit kam hap kanalin tim, kam marrë ofertë 3, kontratë 3, edhe normalisht që më kanë shërby për mirë, se po më nxjerr edhe 10 këngë të reja, po vjen edhe një album në vjesht. Mendoj më shumë të ka ndihmuar fakti që ke rimarrë një pjesë të madhe të asaj që ke humbur para një viti. Po, tani realisht jemi shumë mirë. Besoj, inshallah shkon kështu. Sepse dikur s'ka pasur as të drejtat e autorit të këngëve të veta. Mendoj që fakti që ka rimarrë gjëra që ka humbur nga viti i kaluar ka ndihmuar më shumë ti financiarisht. Ndonjëherë është shumë e trishtë që një artist nuk mundet të jetë as zot i gjërave që vetë ka krijuar. Ka shumë pak artista që janë pronarë të këngëve të veta. Ka shumë pak artista, do me thonë janë pronarë të këngëve të veta, janë këtë tjetër kush. Janë menaxherat, janë producentat, Vërtet? janë tekst shkrusat, më varësisht që bën marrëveshjen, po e mira është me kon pronari këngës tonë. Tani këngët e ku ti këndon, po të them kot, të këngën me Elvanën, apo Dem Zemra. E kujt është ajo këngë? Ajo është kënga e Elvanës. Është e saj. Po. Pra, edhe të ke shkruar ti tekstin apo jo? Tekstin e kam shkruar shumicën unë, ka ndihmu dhe Elvana, kena bo shumë përmirësime në fund, bile kom përmend shpesh që është shumë detajiste. Po, ka qenë, do me thonë, kurem 2023, për mu ka qenë shumë knaqësime pas kongë me Elvana Gjatën, sa që asë kemi diskutu konga e kujt do jetë. Thjeshtë kemi thonë, hajde, ti bën qa dush. është konga. Se jetë t'jali mirë. Po, edhe na kanë respektu shumë, se ajo kongë është refuzu nga 5 këngëtare. Oh! Po, se kom thonë kur, po... Ajo kongë është refuzu nga 5 këngëtare tjera. Kush është, të lutem më thuaj, kush e ka refuzuar? Po ti kujto pak vetë. Një Ja, kujto ka pak. qenë Tajna, Dhurata, Samantha, edhe së kujtot edhe kush ka qenë tjetër. Që ja kemi nisë kongën si demo, e pastaj... Ka thënë jo. Jo, normalisht se ka njerë si pëlqen. Po. Mirë, kretë normale është kjo, ndoshta se Po, gjenë është, vetën. po. Cilët mendon të që janë këngëtarët më të suksesshëm sot? 2 emra. Noisy një. E dyti. Alban Skënderaj. Janë të suksesshëm Po, sot që flasim. Sara, Sa sa të ti- thoja diçka tjetër. Sa një bardhin ti, Sara? Mjaftueshëm mendoj. Ta do bëjmë një test. Jepi. Shumë se i kam mjetet këtu. Hajde. Ti bardhi sa një Sarën. Dhe ato që lexon kështu në internet më njerë kështu vetë. Nuk e një fare, me ato që lexon, nuk e një. Atëherë, Ashtë jonja teksyre. është kështu. Sa njihni ju njëri tjetrin. Hajde. Okej. Të dy do bëni përgjigjet tuaja, do t'i shkruani në ato Qështu? tabela dhe pastaj do t'i nxjerrim. Okej.
Atëherë, pyetja e parë. Jepi. Data kur ka qenë puthja juaj e parë? Kjo është e thjesht. Për ty. Po pyet burrat njerëz që s'mbajnë. Okej, unë kam. Prit. Ja, atë thash. U kry. Urdhëro Sara. A e di pse? Jo, veç- Është dhënë mbas mesnatës, kështu që nuk... O Sara. Pa e shkruaj ti mirë. Ka do E të kemi, hajde. Të thash, kishte kalu me 7 shkurt, 6 shkurt. Kishte Mirë, kaluar okej, nata. e marrim të mirë qenë. Ishte prajmi datës 6 shkurt, po kishte kaluar atë 12. E shë? Vështirësohet situata, Ta dashur shefshim. Bardhi. Cili është celebrity crush i Sarës? Uf. Unë kam një... Që ta nuk e di. Mos e shik fare. Që ta nuk e di, veç për shkruj. Okej. Jo, Unë e di që Bardhi nuk do e gjej këtë, sepse nuk i kam thënë ndonjëherë ndonjë crush, Jo, se di. por ke shkruar gjë? Ja, Kur fillova kam diçka. qenë po. adoleshente, ka pas dalë një reper i ri në showbizin e huaj që quhej G-Eazy, edhe unë e humba fare mbas stilit të tij. Po më vonë doli që ishte djali i keq. Nuk shkruaj gjë fare? Jo, unë kesh të shkru Bardhi. Të kam thënë që nuk të kam Po, dhënë jo. para bimut. E bo shakose për një mes se kum ditë. Sara, celebrity crush i Bardhit. Po. Prita shkruaj edhe Bardhi, e? Ue, s'pëm kujtohet emri. S'ka gjë se sa po ta shohësh te kund do thuash, po. S'pëm kujtohet emri. Prit, do ta shkruaj edhe në klapa. Këngëtare e aktore? Më duket aktore, moderatore, s'di që ako. Moderatore, kush është kjo? Moderatore? Nxirre këtu. Qa ka prezentuar moderatorja? Nuk e di, kështë në Amerikë diçka është që din emrin e janë. Jo, nuk është moderatore. A qa është brajna? Kur ta tregoj këtë do thuash, po hajde. 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 Sofia Po, Vergara. është aktore. Po nuk është moderatore, shpirt. Po, ka bo do emisione që atë si... Si e ftuar, Isha duke e parë një ditë, isha duke parë një video të Sofia Vergarës ku ishte e renë, dhe këto shorcat. E kaloj, e ktheu prapë. Edhe i shkova Këtë ke emri kur... A e di, thash edhe unë e kam pasur shumë qef kur kam qenë me vogël, se shumë e bukur. Po, thash se sa e mirë ka qenë. Po ti si e shumë gjeloze, Sara, po e? Jo, Ja. por realisht tani Sofia Vergara është super real. Është. Kështu që është. Okej. Dhurata më e bukur që Bardhi i ka bërë Sarës. Ma e bukra? Pa përfshirë vajzën. A mund duhet jetë diçka fizike patjetër? Përfshirë vajzën pra tashi, pa përfshirë Jo, vajzën. pa përfshirë vajzën. Fizike, diçka Po, fizike. fizike. Kor s'ki me gjithë. Po, mendon ti. Po. Po, shohi që Shko vaj, qa është niste. Jo, asë jo, nuk... Pse të tjetë diçka fizike pa tjetër? Diçka fizike ka thënë ai, që mendon që është. Nuk e di, unë ndaj që unë është ka goqa kuptim. Po. Unaza. tjera tajt. Atëherë, Bardhi, si të thret Sara kur të përgdhel? E shkruva këtë. Ja. Okej, ndalojmë pak këtu. Ka ardhur biu, do thosh. Nuk di ka i ndjerë këta emna, veç. Në fakt ka ardhur nga fjalla beb, që është e kënga Betormi, dhe nuk e di se si ka ardhur, si ka derivuar deri te biu, po ka... Ky është biu tani, për pak fjalë nga Bardhi është biu. Po. Cila është fjala që me përkëdheli ti thret Sarën? Shumë e thjeshtë është. Apo shihet. E fshiva. Pa ishte ajo? Okej, unë... Në fakt, më së shumë të më thret dritë. Drit. Po, Po ti edhe e kishe? Zog. Zog, po. Zog, okej. Zog, drit. Okej. Se të mira e në tos. Është te për ta diçka. Jo. Atëhere, Sara, si është pasurit i Bardhit? A me shkru? Më falë Po, jo, pse? Po mund të ndrosh pastaj. Okej. Deri tani nuk kemi qenuar asnjë. Mirë jeni.
Si që ishte i ri, sa po keni bashkë? Një vit e gjysmë. Një vit e gjysmë. Sa. 2 muaj. Keni kohë për para për të njohur akoma më shumë. Për 2 javë nuk... Ja, pas kemi shumë përcaktuar me këto. I keni të vagullta. Numja e dytë, freestyle. Okej. Të dy jeni artista. Unë e dija që Bardhi shkruan, por unë e dija që dhe Sara shkruan shumë mirë. Unë shkruaj, po jo tekste këngësh. Dhe më thonë, jam shumë e mirë për proza, për shkrime, këta di unë kështu më kam thënë. Po freestyle, gjithsesi nuk është një Kam panjohur. dhënë sa provat vogla kështu në big, po Ta shohim. kanë qënë fani. Atëherë, Shumë. kush bën një freestyle? Do filloj ku filloj pari. Hajtë, thuje fjallën edhe... Fjalët janë 4. Hajde. Me 1 apo me të 4? Me të 4. Hajde. Hard work. Fjalët janë Gjarpër, Elvana Gjata, Yje dhe Kek. Wow. Priti se A mund të shkruajmë një këto? Okej. Elvana Gjata. Gjarpër, Yje dhe Kek. Ka njerë bona analist, Hajdar, përse kom emnin Arbër. Në Amerikë kom knu me një vend tjeret Harbër. E kjo industri, ka shumë gjarpër. Fjallë tjerës për muj me gjetë, vazhdoj e sarti. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë, nuk e di ku na i keni gjetur këto fjalë për zotin. Provoti diçka me njonën? Jam veshur me gjarpër si Elvana Gjata. Nuk më pëlqen dita, sa më pëlqen mu nata. Nata plot me yje, po jap një pagani, jam shumë e suksesshme si Albana Osmani. Bravo, kjo ishte. Ej, lash fjallën Kek. S'ka problem, kalon. E kena hongër. Ti kam të njeriu Keka, duhet me patësht. E kena hongër kekun. Do këto do t'ja vetëm Sarën se bën më mirë se ti Nuk e di se, nuk e kam idena sa kam. Ja, bën shumë mirë se bojna shumë shakon shpje me freestyle. Në fakt, Edhe shumë gjëra zakonisht. fani, po. E dyta, sken, mik, dashni, zog. O, zog, okej. Si? Skin. Sken, mik, dashni, zog. dashni, zog. Me qa mund të rimoj sken? Kryto kam dhe, se me pas migren. Okej. E sarë po lodha kur po dalë skin. Shë përmbash, mua se më thua ik. Nëse s'kisha pas të dash, dhe të kisha pas rëmik. Shi që... Qëre, mik s'mon me pas, të s'ka filozofi, unë e ti e na një, tashni. Shok. Gjithmonën për këtë dhel, po më thua zog. Mjep një palë pushime si kur aty në bokë. Iki. Zuar, Sara. Në bokë që të gatë. Po, shiko, po më ndaj fjallën zog dhe nuk rimon me thuaj se marë si gjë zog. Tëse duhet me gjithë fjallë që baren me og. Boga gjithsesi e shumë e bukur. Bog, Realisht, i keni zgjedhë shumë të shtira. po, qorape, nuk e di do me dhënë qorape. Kush e ka për këtë? Tani, sa transparent jeni me njëri tjetrin, sa i takon botës virtuale dhe komunikimeve me telefon. Okej. Jeni se pasurit e njëri tjetrit e dinit, kështu që kështu që do bëjmë një lojë. Okej. Sara, Ta. trego mesazhin e fundit që ke në telefon me Bardhin. Mesazhin e fundit në telefon me Bardhin. Unë nuk po fshi asgjë. Jo, do të rregoj dhe Bardhin Atëherë. me transparencë, kështu që Ah, e po. çafshin. Mos e fshi. Ja të Mesazhi shqiti. i fundit ka qenë një video e Leas. Okej. Po që është direkt të fytyra dhe nëse e tof. Pse keni zgjedhur mos ta tregoni vajzën në media ose në rrjetet sociale? Si punë vetëm duket mua pastaj për të marrë me njerëzit. Jo, është e bukur, jo, s'është e bukur, jo... Pse e vëndon? Nuk është ajo arsyeja kryesore. Realisht s'po kena qef me i dhonë fom pa e dita e dënë së danë. Nuk e dim në nashta ne jam do me konë këtë private njëtë. Edhe ajo ka 2 prindë që janë figura publike. Nashta s'ka qef me konë interpretu me keq për njerëzve, me komentu për njerëzve, dhe përdojna me rujt, mos me kalu që kalu na. Ose mos me kalu edhe na pjesën e fëmis tash, se po shoh lloj komentesh të fëmit, edhe të fëmit është e pa tolerueshme. Edhe është shumë e dhimbshme me pa një koment të keq për fëmijë. Fëmija është angel. Edhe është ma mirë për ruina privatësin tonë.
Jena shumë atë lumtur me neja në shtëpi se kushdo që është, ajo është surprizë. Tani, kjo nuk është fort e lehtë, por Sara ka guxim, Bardhi nuk e di. Cilin VIP keni blok në Instagram? Cilin VIP kam blok në Instagram? Nuk kam. Gjua marrë telefonat, Jo, merë shiko vetë, po. mund të futesh, Merë shiko vetë, nuk më kujtohet në një që kam blok në Instagram. Të fundit të nuk kam bërë personazh publik, po kam bërë një varg që shkuante sa mua sa Bardhi nuk po ndalonte me mesazhe negative. Po s'është personazh publik. Bëhet shumë e bezdishme, po nuk është personazh publik. Nuk Që i kam. bën blok. Jo, nuk Ja. Ty kush ka bërë? Jo, nuk guxoj ta them këtë, nuk dua ta them. Nuk do ta Por thuash. që po. Kanë bërë. Ka, po. Disa? Po. Disa? Po, nuk e di pse se nuk më ka lidhur jeta kur me to. Si keni regjistruar njëri tjetrin në telefon, mos më thuaj që edhe në telefon e ke bio. Jo, bio e kisha dikur, po nuk e kam më tani. Ja, unë e kam vendosur emrin më të thjesht, nuk e di unë... Mua më duke shumë çuditshëm këta që shkruajnë emër mbi emër për shembull. Sara me Edhe një zemër. zemër. Vetëm një B dhe një zemër. Po, B me zemër. Po. Të tregonit se cili shënimin e fundit që keni në aplikacionin Notes. Notes, okay. Unë kam në i frazë tekste me siguri, po... Unë e pas kam këtë... Kam një 900. 23 gusht, ora 9:24. Unë e pas kam... Ne çmim do kesh. 900, nuk e di çfarë është. Unë e pas kam një porosi që e kam shkru me porosit në restorant, Okej. delivery online, edhe i kam shënu mos me harru është fasule pa mish, domate turshi dhe patate skuqe. Kjo ishte kërkesa ime dje në drek. Po. Ose pardje në drek, isha shumë e lodhur herë Kjo dark ishte. Edhe që të harroj ke shkruajt aty. Bukur, bukur. Notes matë interesant. Pasule pa mirë. Sara dhe Bardhi, tregoni foton e fundit që keni në folderin e fotove të fshira. Të fshira, ndonjë që kam dalë keq. Se di, Ata do të Të shirin. O, bo, ta dini, mi kishim fshirë, këto kishim lënë kështu gjoja ca të bukra. O, zot më ndihmo ti kem fshirë. Jo, s'kam asnjë. Vërtet? Jo. Jo, unë pas kam foton e pasaportës nejas. Okej, po shkoj në fund fare, është një foto ime me maskë, nese, nuk kam dalë shumë keq. Bukur ke dalë. Okej. Por që fundit fare është pasaportës. Mund tjetë foto për të postuar në Instagram. Më ka ndodhur shkova që aplikova për pasaportën e nejas dhe i shkova te kompjutri asaj punore se shkështu, mos se nuk lejohet. Pastaj pa vërtet. Okej, bëj e shpesë. Se s'ka Po një. vetëm foton. Po vetëm foto, një sistemin, po. Okej, tani, në këto qaste. Mbyllem zyrtarisht televotin. Është ajo sigla. Kërkimin e fundit që keni bërë në Google. Okej. Ta shofim? Atëherë. Unë kam kërkuar këtë, Cavalli Close, Tiranë. Roberto Cavalli që është. Okej, Do unë jetë kam të kërkuar zgjidhje një Cavalli. për çmimin e një fustani që do visha sot këtu. Po dytë për rroba. Pastaj e pash që ishte shumë shtrenjtë, edhe Le fare. Okej. Pa di pse se këto që veshim në për emisione maksimumi dhe njëri tjetër do t'i veshësh. Se pastaj Në rastin më të mirë, në rastin më të mirë. edhe Pastaj e parë sa ishte thashë, okej, ndoshta nuk duhet të bëj kaq shumë shpenzim. Ishte too much. Kaq shumë faleminderit, ishte kënaqësi që ty kisha. Faleminderit U kënaqa me ju, edhe ju uroj gjitha të mirat. Uroj që të ketë kaluar më e vështira. Shpresoj. Jam e sigur që po, edhe të vinë gjëra më të bukura. Fëmijët janë bereqet, kështu që jam e sigur që Nea do sjell vetëm gëzim edhe suksese dhe lumturi për ju. Faleminderit shumë. Do ju ndjek me shumë dashuri gjitha projektet e reja, këngët e reja dhe çdo gjë që ti Sara do sjellësh, tiramisun edhe gjithë gjërat e mira. Po, kemi edhe disa biznese online që po i hapim tani në fund të shtatorit. Sa mirë që gjen kuti edhe biznese online, edhe gocë. Kemi bërë një projekt goxha të lezetshëm, kemi blerë ambientin, kështu që jemi shumë të emocionuar, se jemi akoma në procesin Edhe harron me fol këto krejt. Po, jemi akoma në procesin e arredimit, por shumë të emocionuar. Na besojna shumë të syni keqës. Mirë, okej. Do me thonë janë 5 janë 5 biznese, por që do nga një ambient zyrë goxha e madhe. Okej. Dhe shumë i lezetshëm. Projektet bukura do më thënë vazhdim. Kjo ka rëndësi. Edhe njerë, falemderit edhe gëzuar. Falemderit të Arpa. Falemderit. Gëzuar edhe ju të gjithat mira. Falemderit. Që apo do të gëzuar se sarrim. Ky emision u mundësua nga
Uji Qafshtama, Konad Albania, Obu Store. Për të parë programin me mbroma yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.